ndërkohë që më pas ishte përgatitur plani B i Partisë Demokratike për të zhvendosur tek kuvendi i Republikës së Shqipërisë, ku tashmë janë bërë disa 10 minuta dhe protestuesit janë në një pikë, tentojnë që të shtyjnë, siç po ndodh tani, për të çarë kordonin e policisë së shtetit, e nga ana tjetër protestuesit të cilët kërkojnë që të marrin skrafandat apo edhe kapelet e punojësve të policisë së shtetit, dhe janë protestuesit të cilët kanë fituar disa metra me këtë përplasje që janë duke zhvilluar, ndërkohë përsëri punojësit e policisë janë duke vijuar temi qendresën e tyre për të mos lejuar çarjen e kordonit, e ndërkohë ka thirrje të vazhdueshme për të tentuar çarjen e kordonit policor, ku në fakt pas tyre ndodhet një tjetër kordon i forcave të ndërhyrjes së shpejtë së bashku me makinën e cila bën hedhjen e ujit në drejtim të protestuesve për ta shpërndar atë. Mirë, po ndjekim të pamje të drejtë për drejta Osman, ndërkohë që ne po i shikojmë dhe po i ndjekim hap pas hapi, gjithashtu edhe me informacionet që ti po përcjell nga terreni, do të zhvendosemi tani në një tjetër kënd të protestës, aty ku ndodhet gazetarja Gjensila Kodra. Gjensila, jam të ti në këto momente, si po zhvillohet protesta, a ka protestues, si po vijon shpërndarja e tyre në pozicionin që jeti tani? Ne jemi në një pjesë tjetër të këndit në godinën, para godinës të parlamentit të fakt, aty ku protestuesit nga godina e kryeministrisë u spostuan drejt parlamentit, nëse do të shohim ka tensione ashtu siç edhe kolegët më parë raportuan se ka tensione të herpashershme, nëse ka njëkohësisht edhe masa më të shtuara të sigurisë, deri në këto momente nuk është përdorur gaz lotësielës apo mjete të tjera për të shpërndar turmën pra protestuesit, por her pas here ka pasur vetëm thirrje që ashtu siç ata i cilësojnë që këta qytetarë të distancohen nga aktet e dhunës ndaj forcave të rendit. Përpasoj një nga punonjësit e policisë ka mbetur i lënduar në fakt Daliana pas molotovëve që u hodhën dhe sendeve të forta që u hodhën në godinën e kryeministrisë, ndërsa në momentalisht e flasim nëse do të shohim tek pjesa e parlamentit ka një kordon të shtuar pra të forcave të rendit të ndërhyrjes shpejt, po njëkohësisht edhe forcat shqiponja, por të paktën në varësit të paktën deri më tani nuk është mundur të përdoret gazi lotësielës, pasi mund të themi tensionet më të shumta ishin ato para godinës kryeministrisë dhe jo para parlamentit. Paktën deri në momentet e kësaj proteste që ne flasim, nuk dihet se si do të vijoj më tej, nëse do të kemi një spostim tjetër apo jo. Momentalisht janë sërish thirrjet e qytetarëve të udhëhequr edhe nga deputetë të Partisë Demokratike, të cilët për disa herë me radhë në fakt kanë tentuar të çajnë kordonin policor dhe tentimi i tyre në fakt është që të futen brenda ambienteve të parlamentit, por thuaj se edhe në pjesën e lulishtes krah kësaj godine ka masa të shtuara të cilat qëndrojnë në gatishmëri. Ka pasur sende të forta, kryesisht gur më së shumti apo shishe ujë, të cilat janë hedhur nga pjesa e turmës, pra nga qytetarët drejt uniformave blu, por që shihen edhe molotovët e parë në fakt që shash që hidhen në drejtim të forcave të policisë, janë tashmë mund të themi që ka filluar edhe tensioni më i madh i qytetarëve drejt turmës. Poja të lutem të zhvendosësh dhe të jesh e sigurt gjatë raportimit, pasi situata me sa duket po del pak sa jashtë kontrollit nga një situatë e qetë karakterizuar nga tensione, por jo me incidente serioze. Tani më duket se ka marrë një përmas tjetër, po hidhen mjete piroteknike, bomba molotov. Kemi parë dhe një shpërndarje të efektive të policisë për shkak të pamundësisë për ta menaxhuar të gjithë këtë breshëri të mjeteve piroteknike që po hidhen drejt godinës së parlamentit dhe drejt kordonit policor. Shohim që
të shumta janë dhe bombat Molotov. Urojmë që mos kemi lëndime apo dëmtime qoftë forcave të rendit, qytetarëve, ekipeve që janë të angazhuar në terren dhe ekipeve të medias që po raportojnë minutë pas minute të gjithë organizimin e protestës. Shohim një shtim të forcave të policisë shoqëruar me një autobot me ujë për të bërë të mundur dhe shpërndarjen e protestuesve. Vion hedhja ujit drejt protestuesve, të cilët janë shpërndar për momentin, por bombat Molotov vijojnë. Këtë mund të shikojmë nga pamjet e drejt për drejta. Ajo që u duk si një protest paqësore e shoqëruar me tensione, shikojmë të pamjet të drejt për drejta. Po kom gjuti që fort. Boti me ujë duke shpërndar protestuesit. Shtimi i forcave të policisë po bëhet përpara godinës së parlamentit. Është shtuar një tjetër autobot me ujë duke çuar në 2 numrin e tyre të angazhuar në terren përpara godinës së parlamentit. Protestuesit janë shpërndar, po vijojmë të shikojmë hedhjen e bombave Molotov dhe mjeteve piroteknike. Një situatë e cila për pak sekonda arriti të përshkallëzohej. Kujtojmë që protesta nisi në mënyrë paqësore, janë shënuar vetëm përplasje verbale hera herës dhe fizike, ku qytetarët janë përpjekur që të thyejnë kordonin metalik përpara godinës së kryeministrisë, por asgjë serioze për të zhvendosur më pas në godinën përpara parlamentit, aty ku situata përveç tensioneve mes forcave të rendit dhe protestuesve u bë edhe përshkallëzimi i saj duke përdorur dhe bombat Molotov. Është mbuluar nga re tymi i gjithë ambienti përpara parlamentit, ndërkohë në sfond